Përshëndetje, sot jemi në Alster. Natyrë, ajër, dashuri. Kush je ti realisht? Me të vërtet nuk prezantojmë, unë jam Valdeta. Po emri im është Valdeta. Kush jam unë për te asaj që, për te emrit tim, për te roleve që unë i kam marrë, jam nan, jam mësuese, jam motor medicinale, jam frizere, jam fqinje, jam bashkëshorte, jam motor, jam vajzë dikujt, jam... Kush jam unë përveç këtire, nëse unë krejt këta i zhvesh, jam vetëdia. 18 vite kam jetu në Gostivar, pastaj 17 vite kam jetu në Tetov. E tani 9 vite në Gjermani. Si ka qenë Valdeta para se të fillonte kalvari i bukur dhe i vështirë e emigracionit? Është shumë interesante. Fakti, kur e mendoj të kalumen, dhe rolet me të cilat kam jetu, edhe vjen në momenti kur gjithçka rënohet, edhe bie dhe shef që ti me të vërtet nuk je askush. Po më tregoja për mësuesin, pastaj part-time, parukerin, pastaj 3 fëmijë të vegjël, ato parat që grumbulloheshin ajo trasja e vogël dhe lije më njanë. Duke qenë si vajzë e re, si shumë energjike, kisha shumë dëshirë mjekësinë ta studioj. Kam bërë shkollën e mesme të mjekësisë, pa e ditë asnjëherë që do i futem mësuesisë. Dhe ideja im ishte që unë do bëhem një mjeke, një ginekologe e famshme. Edhe mbarova shkollën e mesme të mjekësisë. Në fakt, unë isha shumë e koncentruar që të mbaroj studimet. Edhe t'ja dëshmoj babait që unë mundem. Por ato nuk u ndal asnjëherë të grumbullu diplomat. Të cilat tash kom fut me një sirtare dhe them, këta nuk kanë shumë rëndësi. Këto nuk kanë shumë rëndësi kam kush jam unë. U dashurova me ish burrin dhe ja vendova vetes kufit. Thash, unë s'kam mundësi të studioj mjekësi, po kam mundësi të studioj biologji. Hecë se kuptoj këtë logjikën tash. Unë e di tash që gjithçka ka një kuptim, mirë po, që kufizova veten ka shumë se di se pse. Tash vendova kufit dhe vazhdova biologjin, edhe u bëra një mësuese. Dhe për vite me radhë kam punu në Tetov si mësuese biologjisë. Për mund Maqedoni gjithçka mbaroj dhe unë desha të migrohem. Dhe këtu takova pastaj rrugën tjetër. Si ishte të vjen në migracion si një grua me shumë dije, me shumë eksperiencë, por dhe me 3 fëmijë të vegjël, vetëm? Kjo është pjesa më e dhimbshme, tregoj drejtën. Është pjesa më e dhimbshme sepse i marrin fëmijët si të më thonë si të mirëqenë, sepse ato veç ekzistojnë. Ata as nuk na ikin, as nuk ndodh kur gjo nëse ne i lajmë pak pas dore. Është pjesa e dhimbshme se pastaj kur vjen faza e pubertetit, gjithçka që ne kemi lënë pas dore shpërthen. Më vjen me të vërtet shumë keq që unë si nënë e vetme, është dashur ti mbaj 2 punë, ti mbaj 3 punë. Kur unë bisedoj tash me fëmijët, më thonë, mami ne kemi bë këtë bashkë, mami ne kemi bë dhe atë bashkë, atë kujtohet sa ke bë me nesa. Prapë thëmë, okej, kemi bë shumë, po edhe i kam lanë pas dore duke investu në vetë, duke mësu, duke punu. Si ka qenë kursi i parë i gjermanishtës? Kishe ndonjë njohuri për gjermanishtën? Tash me që shkoj në Gjermani, hajta mësoj gjuhën një herë, edhe kështu ju futa kursit, në Maqedoni. Kam bë kurs për 8 muaj me radhë, mbarova B2-shin, edhe pastaj gjeta punën dhe... Gjete kontratën dhe morë dhe familjen me vete, keni ardhur Gjipërier? Direkt, i mora fëmijët direkt me vete. Arrite në Hamburg, u hap dera aeroportit, çfarë ndjesie? Rilindje. Rilindje? Dhe ishe gëzuar që po vije? Prej momentin e parë. Po ikja për një realiteti ku unë nuk e gjeja veten, dhe momenti që kam marrë këtu, i kam thënë vetes, o Zot, ti më paske dasht. Për 9 vite më shoqëron kjo ide që unë me të vërtet u rrita këtu bashkë me fëmijët e mi. E ke shmang gjithmonë Hamburgun, po? Kam refuzu disa oferta pune në Hamburg, sepse në biset me disa mike, me disa kliente cilat i rregullojsha në atë kohë, kam pas edhe salonin tim për frizura. Të famshëm? Kam punu për 14 vite me radhë
isha mësuese dhe ndërkohë punoj edhe si frizere, edhe kisha shumë kliente nga Hamburgu, të cilat më kishin tregu që koha këtu në Hamburg është e ftohtë. Ofertën e tretë me të vërtetë e pranova, thash ndoshta është risku im aty, dhe në momentin kur kom ardhur në Rhinebeck, kam gjetë edhe një banesë aq të mirë, me një kopsht aq gjelbërt, aq mirë, fëmijët i kisha direkt dilshin lunë aty. E bekume. Si ka qenë ditët e para në shtëpinë e pleqjve do ta përdorim ne? E kam marrë si dhuratë, dhe ato aftësitë e mia për të përshtatat shpejt, gjithmonë i kam thonë është dhurata ime, që unë shpejt përshtatem dhe kur shoh që nuk ka për momentin rrugë zgjedhje tjetër, unë direkt pajtohem me faktin që jam këtu dhe marr më të mirën. Gjithmonë në jetë kam qenë ai tipi që dëshiroj të ndihmoj, të ju ndihmoj të tjerëve. Po shifsha njerëz që jeta e tyre përfundonte. Një nënë e vetme me 3 fëmijë, 4 vite në Altenheim. Si ja ke dal? Po nuk kisha zgjedhje tjetër, sepse gjuha për të punu si mësuese, në atë kohë mu më është dashur, ma ka kërku se dyshin. Mbarova se dyshin dhe ande ju futa bënë një nakvalificirung për pedagogische Fachkraft. Kam punu edhe në shkollë me nxënësit e vogël, mirë po shifsha që nuk e gjejsha vetën, sepse egoja ime gjithmonë më thiqte në atë pjesën ti je mësuese, ti duhet të jesh mësues, ti duhet të jesh në gjimnaz, ashtu si që e meriton. Ti mendoje që ajo ishte ëndra jote? Jo, absolut. Unë jam një mësuese dhe gjithmonë do jem, mirë po tani po bëj diçka tjetër. Për jetën. Tani jam një mësuese për jetën. Duke i shfrytzu krejt këto përvojat, sepse edhe puna me fëmijët është e jashtëzakonshme, me këta shpirtrat të rinj vegjël, por jo me këto sistemet. Unë nuk është që nuk e desha punën e mësueses, por dikur e pash që nuk korrespondoj me sistemin e këtushëm. Dhe unë du t'i mësoj fëmijët jetojnë pa kufi, që është e pa mundur për, dhe me thonë ti u... Sidomos në një vend me kaq standarde dhe me kaq kufi. Po njerëzit të ndjehen ndryshe. Jemi të prirur për t'i formatu njerëzit. Prej kur janë të vegjël fëmijët, ti je. Pse ju themi fëmijëve gjithmonë, ti kur tritesh do bëhesh. Kjo është gabimi. Prej aty fillon, dhe me thënë, në edukimi i fëmijëve me mungesa. Dhe ne duhet i themi që ti je një yll që tani. Ti je një mrekulli. Gjithçka që ti mendon se je, ti je. Shumë e vërtet. Dhe ti më the që ndonjëherë ne ato situatat e vështira të jetës duhet i marrim si një dhuratë, dhe unë e mësova këtë nga ty sot. Çfarë dhurate ke marrë ti nga situatat e tua? Momentin kur unë përjetova burnout, një burnout shumë të rëndë, ishte një dështim shumë i madh i imi, që unë nuk arrita të bëj provimin e fundit, mësuesis. Për mu ishte një katastrofë shumë e madhe, nëse nuk do e arrisha të provimin. Kurse në fund, unë thash, unë nuk e dua katë. Kur unë përjetova burnoutin, unë të shiroja që e vetme ta përjetoj shërimin. Në atë moment vendosëm me partnerin tim që tjetojmë të ndamës për një kohë. Atje kam ndërtuar vetëm të kam thonë që unë ja dal edhe pa asnjë lloj mashkulli në jetën time. Kam arrit që të siguroj jetën time e vetme, kam arrit që edhe më tepër të ngrihem në karrierë e vetme dhe jo gjithmonë duhet ta kesh dikënd që ti ja del. Pa e gjeta mandej dhuratën që unë ishte mbështjell. Ancat cilat unë i kam me njerëz, me të vërtet unë arrit ja shoh dhuratën e mbështjellur në dështimin që njerëzit e shohin si dështim, ose në gabimet që i ka bën jetë, nuk ka gabime, ka vetëm mësime. Ti në këtë pikë blokade tënden ke arritur që sot ti dhurosh të gjithë femrave që ndodhen në emigracion një trajnim kaq fantastik që është life coaching, sepse shpesh ne femrat shqiptare kur shkojmë në Shqipëri nuk tregojmë dot problemet e emigracionit, se na vjen turp, se thonë, po ti hike në Gjermani, pse për këtë situatë shkove ti, kur jemi këtu me njëra tjetrën, kemi atë, me thonë, jo, unë jam mirë. Tregojmë atë çokoladën zajtë, gjithmonë pjesën më të mirë tonë, edhe kjo është që mu pakës meriton tek njerëzit cilët e shfaqin vetëm atë pjesën pozitive. Fillojmë me njëherë të bëjmë krahasimet, edhe shohim vetëm atë pjesën e mirë po. Por shpesh e ndihmon dhe që të marrë drejtimin në atë çka jo ka pasion. Sepse shpesh ne vim në Gjermani themi, unë nuk di çfarë të bëj tani.
përmes bisedës me gra, unë i shoh mundësit që ato i kanë. Edhe u hap kahje, thëmë, po sikur të drejtohesh në këtë drejtim, ose sikur të shofish shanset që të afrohen në këtë aspekt, ose në këtë aspektin tjetër, shumë mësuese, për shembull thonë, të shkoj në kita. Bëhem një edukatore në kita. Po përse? Jo që është puna e keqe, mirë po ti ke mundësi zhvillimi, evoluimi dhe të arrish një pikë tjetër. Mund të përmbushesh shpirtërisht, ë? Ta kërkosh potencialin tënd dhe ta shohësh a kishe një ëndër kur ishe e vogël. Kush ishte ai që ti prishi ato ëndrat? Kush ishte ai që dani kahje tjetër dhe ti shkove drejtove një drejtim tjetër dhe duke ditë që Gjermania është vendi i mundësive, vendi i shanseve, po pse mos i shohim këto shanse tjera? Po mirë do thosh ti po tan jetën ti do bësh Weiterbildung, Ausbildung, po sepse gjitha këto mandej janë ato pjesët tua që ti të plotësojnë dhe ta kanalizojnë energjinë të arrish atje ku ndoshta për cilën një e formuar. A e kishe ti një ëndër? Ëndër të bëjmë life coach asnjëherë. Sa që e kom ditë që ekziston kjo. As nuk e kam ditë, mirë po, momentin kur unë e humba veten dhe kur unë fillova t'ja parashtroj vetes tim me pyetjen kush jam unë në fakt, edhe pse më ndodhin gjithmonë këto tronditje kaq të mëdha, kush jam? Një ndjesin tani do shkojmë në emigracion, duhet lodhemi shumë, ndoshta ajo është një mjeke që punon në pastrim dhe i duket që unë tani kam marrë nga Shqipëria dhe kaq meritoj të bëj një punë këtu në pastrim, mos ankohem, të jem falënderuese që kam një leje qëndrimi, sepse ti punon fort me gratë shqiptare në këtë pikë. Besoj se çdo person që ka kaluar në emigrim, ajo që neve na shkaktohet është që ne më ulim vetë vlerësimin. Vlera jo na ulet sepse ti vjen, askush nuk e ka shtruar te pikun e kuq ku ti do vish direkt në profesionin që ti nga vendi ku vjen edhe ti fillosh direkt me atë profesion. Momentin që ti duhet ta mësojsh gjuhën, unë kam marrë me gjuhën e mësuar, po ka edhe tjerë që vinë gjuhën nuk e din. Do i kushtoj pak kohë derisa ta mësoj gjuhën. Ti të krijohen shprastira ke profesioni, sepse çdo gjë sot evolon me shpejtësi shumë të madhe. Ti ndjehesh gjithmonë më e mangët, arrin me një vlerë. Unë e kam ditë vlerën time me zero, kam shumëzu vlerën time me zero. Ka shi një Gjermani për shumë këtu në Gjermani? Ka shi çdo kujt, vlera ime ul aq poshta që çdo njeri që e takojnë në një farë mënyre ose në tjetër është më i mençur se unë. Pse? Sepse prej çdo njeri diçka mësoj. Këtë kam vërejt të çdo gru dhe përveç asaj krijohen mandej edhe blokadat emocionale. Kur vjen fjala të shprehesh dhe ti je me një grup njerëzish të huaj, dëshiron të shprehesh, automatikisht vendosen filtrat, a do e them sakt, a nuk do e them sakt. Kanë ardhur nga një profesion dhe sot janë në shtëpi, po rrisin fëmijët dhe i duken sikur nuk kanë asnjë vlerë. Fakti që rrin në shtëpi nuk ta ul vlerën. Për mua një nën që rrin në shtëpi është një heroin. Sepse gjëja më e lehtë është t'ja shkollosh fëmijët edhe dalësh punosh ose ta ndërtosh karrierën në kurriz të fëmijëve. Edhe këto nëna nuk duhet dorëzohen. Edhe duke ndejt në shtëpi ato mund ta ndërtojnë veten. Edhe mos e bëjnë veten ndjejnë keq dhe mos e ndjejnë veten faj. Sepse këtë faj ne kemi pak kështu si trashëguar, më thënë ndjenja e parë, cila bën ndjesh keq është ndjenja e fajit, që ti tul në frekuenca. Për shembull, mbasi ju keni kaluar disa seanca dhe zonja ka arritur në një nivel tjetër, të vinë ato mesazhet e bukura. O Zot, nëse unë arri vetëm një grua të transformoj, ta ndryshoj jetën e vet, ta ndryshoj mendimin, sepse mbas seancave gratë fillojnë të reflektojnë. Ndjehem shumë e përmbushur. Shumë, me të vërtetë. Ka një njeri që të ka ndihmuar shumë gjatë emigracionit tënd në Gjermani, për cilën je mirënjohëse që e ke pas në jetën tënde ose që e ke? Unë jam mirënjohëse dhe falëndëruese s'pari herë një shoqes time, doktoreshës Blerta. Pastaj kam pas fqinje gjerman. Wow. Të cilat shunë dhe djellën unë është dash të punoj, ata i kanë marrë përgjegjësinë për mi fëmijët. Dhe pastaj një vit e gjysmë, gati 2 vite në Gjermani, unë kam njoftuar dhe partnerin e jetës time. Dhe pastaj gjithçka ka ndryshuar sepse unë kisha mbështetjen, kish kujdes për fëmijët. A janë gjermanët të ftohtë në dashuri? I kanë kufit e vet. Mirë po, nuk mund të themi që janë të ftohtë. Këta kanë gjithçka me rezervë. Më duket se ne shqiptarët o japim krejt o. Ti nga 3 fëmijë vetme ke marrëdhënie të 4 huaj që po bën një prindërim. Po, ka 8 vite që vajzën unë e kam rrit, edhe atë din gjithë
Vajza e bashkëshortit. Vajza e bashkëshortit që kam rritë, më thonë, ne vajzën unë e kam marrë, ende pa pas lidhje me këtë person, kemi qenë fëqinj dhe vajza e gjeti familjen e saj në shtëpinë time, po. Tani ajo e flet një shqipe. Vërtet? Super, po, e kupton edhe e flet shqipen. Edhe nuk e ndajnë ka fëmijët. Nëse sot do shikoja një nënë që po zbret me 3-4 valiqa dhe me 3 fëmijë të vegjël, çfarë do t'i thoje? Në ato fillimet e mia e kam thirrë mësuesin tim të gjermanishtës, edhe i kam thënë pse nuk më tregove që gurbeti nuk është për gra. Sepse ka qenë një kohë shumë e vështirë dhe me të vërtet isha në fund me fuqitë e mia. S'qenë ka gurbeti për gra, edhe me fëmijët merresh, edhe me dokumentat merresh, edhe me punë merresh. Dhe kalon atë energjinë mashkullore. Nuk do kisha dash të shoh një nëntë vetë, me seriozisht. Nuk do kisha dash, mirë po, nëse do e shifsha, të kisha thënë ti mundesh, greje kokën, mos u dorëzo asnjëherë, mos e ul vlerën e vetes tënde, mos u bot ndjehesh keq asnjëherë. Greje kokën dhe para ti ja del. Kam marrë shumë pozitivitet sot nga ty moj vajzë, më ke mbushur. Uroj dhe shpresoj. Jam shumë falenderuese që erdhe tek podcasti. Faleminderit shumë. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Abonohu që ta kalojmë këtë rrugë bashkë.